Dy zhvillime të jashtëzakonshme kanë ndodhur vetëm brenda pak ditëve që ndërlidhen me dhomat e specializuara të Hagës. Dy letra që janë dërguar nga ishtrere të UÇK-s në adresë të gjykatës speciale e kanë tronditur opinionin publik. Letra e parë, e cila është një letër refuzuese për një takim me avokatin e popullit të gjykatës speciale, dhe letra e dytë, e cila shpreh shqetësimin për kufizimet ekstreme që i kanë të akuzuarit në gjykatën speciale me avokatët mbrojtës. Megjithatë, ti sqaroj me radhë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, por edhe ish pjesëtar të tjerë të UÇK-s që ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hagë, e kanë refuzuar takimin me avokatin e popullit të dhomave të specializuara, për ta sqaruar jo me avokatin e popullit të Kosovës, por me institucionin e avokatit të popullit që funksionon si pjesë e gjykatës speciale. Në një letër të cilën katëshja e UÇK-s e ka shkruar nga qendra e paraburgimit, e detajet e së cilës i kemi publikuar dje në gazetën nacionale, thuaj se avokati i popullit i gjykatës speciale ka heshtur për trajtimin njerëzor që po ju bëhet ish pjesëtarëve të UÇK-s në qendrën e paraburgimit. Sipas ishtrereve të UÇK-s, avokati i popullit i gjykatës speciale, edhe pse ka qenë brenda qendrës së paraburgimit, ai ka dhënë deklarata që nuk përkujnë me realitetin faktik e me të cilin ata përballen në baza ditore në qendrën e paraburgimit në Hagë, e si rezultat nuk kanë pranuar të takohen me të. Ishtrerët e UÇK-s i përmendin kontradiktat e theksuara që i ka avokati i popullit i gjykatës speciale me avokatin e popullit në Kosovë. Përderisa avokati i popullit i speciales ka thënë se ishtrerët e UÇK-s janë ankuar vetëm për ushqimin dhe rregullat e burgut, avokati i popullit në Kosovë ka përmendur shkelje të shumta, të cilat ndërlidhen direkt edhe me procedura gjyqësore në gjykatën speciale, përfshirë mbajtjen në paraburgim, provat materiale që po dorëzohen prej prokurorisë së Hagës dhe detaje tjera rreth procesit gjyqësor në rastin e krerëve të UÇK-s, por edhe në rastet e tjera që janë shqyrtuar në gjykatën speciale të Hagës. Si rezultat, ata kanë refuzuar takimin me avokatin e popullit të speciales. Letra e dytë, e cila ka shkuar në adresën e gjykatës speciale, ndërlidhet me kontaktet dhe kufizimet ekstreme që ishtrerët e UÇK-s kanë thënë se i kanë me avokatët mbrojtës. Në letrën, detajet e së cilës i kemi publikuar gjithashtu në artikujt në gazetën nacionale, thuhet se ka pasur kufizime ekstreme për ishtrerët e UÇK-s gjatë takimeve me avokatët mbrojtës në qendrën e paraburgimit. Në atë letër përmenden edhe raste konkrete kur ka pasur takime komplet të paplanifikuara dhe që janë mbajtur në kushte komplet të papërshtatshme ndërmjet ishtrerëve të UÇK-s dhe avokatëve të tyre mbrojtës. Në këtë letër thuhet se kjo është shkelje e rëndë e të drejtave të njerëzit. Gjithashtu, ishtrerët e UÇK-s janë ankuar edhe për qasjen në informim rreth zhvillimeve që ndodhin në Republikën e Kosovës. Ata janë ankuar se kanë qasje tepër minimale në mediat e Kosovës e që gjithashtu është cenim i të drejtave të njerëzit. Këto situata që po ndodhin, pra dy letra që janë dërguar prej ishtrerëve të UÇK-s, vinë në një kohë kur procesi gjyqësor ndaj Thaçit, Krasniqit, Selimit të Veselit ka hyrë në fazën e fundit dhe tashmë është në dorën e mbrojtjes për ta paraqitur rastin e saj.